një kriminele me detyrat larta dhe si ambathin, shikoni si ikin. Po, duke se me qenë kokona, po nuk dini se është ajo apo tjetër. Të pak të një gjithë, po këto ku shë mërvesh? Famozja. Tani, këto janë dëshmit e Bosnë në dheshme, të zyrtarve që në shkelje të gjitha ligjeve dhe parimeve të zgjedhjeve veprojnë në mbar Tiranën. Por Tirana, për avokatët e farsës që përpiqen ta paraqesin si zonë pa krim, u dominuar nga banda më të fuqishme. Në Tiranë operative ishin banda e xhabavdve, e dokumentuar dhe paraqitur para jush, këtu me të gjithë vepritarin terroriste elektorale. Hakmarrja për drejtësi është një bandë me degën e saj të fuqishme në Tiranë, pavarësisht se tani për tani headquarterin e ka në Lushnjë dhe ka zëvendësuar bandën e Aldobares. Por në Tiranë janë eksponent kryesor të saj ndër të cilit dabullët dhe të tjerë. Segmentet të bandës Shullazit, Seriani, Petrit apo si quhet, Seriani është biemri i tij, dhe bandit të tjerë janë marrë ditë e natë me kërcënimin e votuesve dhe blerjen e votave. Pra, Tirana ishte ngërthyer në një darkë krimi në të katër anët e saj, nga serial killer, trafikant, organizata. Kjo është e vërteta. Çfarëdo që të bëj Edi Rama, çfarëdo përpjekje, me asgjë nuk mund të fsheh farsën e shëmtuar elektorale të majt, të 11 majt 2025. Flucka dhe qeskat e tymit që shpërndan një ditë me një pretendim, ditën tjetër me një pretendim tjetër, faktojnë dështimin e tij të plot në maskimin e farsës elektorale. Ka shpërnda kërkesa pa numërta që të marrë urime, po urimet nuk po i vinë. Telefonatat shumëta, po statuse nuk postohen. Urime nuk i vinë. I ka ngecur në fyt zgjedhjet. Dhe do ngecin edhe më keq. Partia Demokratike deklaron se nuk jef kurrë të farsë elektorale. Se ajo do faktojë çdo shqiptari dhe komunitet ndërkombëtar se çfarë përfaqëson në realitet farsa elektorale e 11 majit
2025. Farsa më shëmtuar e zhvilluar që nga rënja e perdes hekur gjerë sot në Europë. Faleminderit. Zonë Berisha, Armand Rizaj nga Syri Televizion. Kam një pyetje. Ju deklarohet ditën e djeshme se me drejtuesit politik do të përfundonit raportin e Partisë Demokratike për farsën elektorale të 11 majit, dhe unë do t'ju pyes, ku do e dorëzoni dhe prezantoni këtë raport të cilin ju theksoni se do e përfundonit me drejtuesit politik? Dhe a janë përfshirë dhe këto raste që ju keni denoncuar nga Selia? Faleminderit. Patjetër që janë përfshirë. Dhe ne po operojmë